Kemi nevojë për peta të baklavas. Dhe zakonisht këto që i përdor unë mund t'i vrejni, janë shumë të holla, për atë arsye po i përdor nga 2 petë për më njëherë. Gjithçka që duhet bëjmë është thjesht t'i rrollosim petët në këtë mënyrë. Kështu. Në total, unë do të përdor 400 gram petë për baklava. Petët e rrëllosura në këtë mënyrë i renditim në tepsi për pjekje, por poshtë tepsisë kam shtruar letër për pjekje. Si kemi renditur në tepsi gjitha në të njëjtën mënyrë, tani marrim dikon 150 gram gjalp të shkrirë dhe shtojmë sipër petave të baklavas që mos na bëhen shumë të thata. Mos shtoni edhe shumë gjalp, thjesht sa të na lagën pak dhe mos na bëhen shumë të forta. Tani që janë pjekur petat e baklavas, vazhdojmë, pasi që janë ftofur pak, vazhdojmë i shtypim në këtë mënyrë. Tani vazhdojmë me përgatitjen e kremit. Në një tenxhere më të madhe do të shtojmë 1 litër me qumësht. Tek kremi vazhdojmë dhe shtojmë 8 lugë gjelle me sheqer. Nëse juve ju duket shumë, mund shtoni më pak. Nëse ju duket pak, mund shtoni më shumë, sheqerin mund të shtoni sipas shijeve të juaja. Vazhdojmë që brenda tani të shtojmë një shiste. Një shiste në total do të përdorim 5 lugë gjelle. Përzijemi një herë që të sigurohemi që një shistja do të tretet tek qumshti dhe nuk do të na mbetet kremi me grutka. Vazhdojmë brenda të kremit shtojmë edhe 2 kuqet e visës dhe vanil sheqer. Përzijemi mirë dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar e zijemi derisa kremi të fiton trashësinë e dëshiruar, por gjithmonë duke i qëndruar afër dhe duke përzier pa ndërprerje që mos na ngjitet. Kremi ka fituar trashësinë e dëshiruar, vazhdojmë brenda që të shtojmë 2 lugë gjelle me krem fëstëku dhe përzijemi më një herë. Tani tek kremi vazhdojmë që të shtojmë gjalp, mund përdorni edhe margarinë. Në total do të shtojmë vetëm 75 gram. Nga nxehtësia e kremit do të shkrihet gjalpi shpejt. Thjesht vetëm përzijene. Në fund fare do të shtojmë një pako me shlak krem. Shlak krem nga këto që janë për ëmbëlsira, që rihen me mikser vetëm me qumësht dhe bëhet krem, por këtë radhë do ta shtojmë direkt te kremi. Nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt këtë paketim, mund shtoni 200 ml krem pona për ëmbëlsira. Tani vetëm përzijem edhe një herë të fundit dhe kremin e kemi gati. Këtë ëmbëlsirë do ta shërbej ngota. Në secilën gotë vazhdojmë shtojmë pak nga kremi që kemi përgatitur. Pasi shtojmë krem, vazhdojmë tani të shtojmë në mes nga petët e baklavas të pjekura. Shtojmë një rend. Vazhdojmë kështu, shtojmë në gjitha gotat. I mbulojmë përsëri me krem. I mbulojmë me krem tani sipër. Pasi mbushim të gjitha sipër, vazhdojmë shtojmë pak nga petët e baklavas. Përfundojmë dekorimin me pak fëstëk të bluar, cilat janë opsionale. Nëse keni në shtëpi, shtoni, nëse nuk keni lirisht, mund shtoni edhe ara. Ëmbëlsirat i kemi gati. Gjithçka që duhet bëjmë është që të presim në frigorifer, që të ftohen ëmbëlsirat për 1 deri në 2 orë dhe janë të gatshme për t'i shërbyer. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do të ngjelni të kënaqur nga shija e mrekullueshme e kësaj ëmbëlsire pa pjekje. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.